Mark Gonaj është krenar për fëmijët e tij, të gjithë të arsimuar, të vendosur në Itali, por me shpirtin ende të lidhur me vendlindjen. Njëri prej djemve madje ka refuzuar një ofertë pune si profesionist në Kanada për të qenë më pranë familjes dhe për të investuar në tokën ku u rit. Unë dua që ata të kthehen, thot Marku me vendosmëri. Vraka ka njerëz punëtor, ka tokë pjellore, ka harmoni, këtu mund të bëhet shumë. Fëmijë kanë medalje edhe sot, kanë kryer shkolla të larta, punojnë në Itali o Allah ata. Na kam nisë me fjalë të punuar me fëmijë me gjithë fill. Historia e Mark Gonajt është më shumë se një rrëfim emigrimi, është një histori rikthimi që tregon se ëndra nuk është vetëm të shkosh larg, por të kthehesh dhe të ndërtosh aty ku gjithçka filloi, nga gomunja e një nate të errët, te hoteli që sot pret turist në bregun e Velipojës. Rruga e tij është simboli i guximit, besimit dhe dashurisë për vendin. Në fund të bisedës, teksa dielli perëndon mbi udhinë dhe vreshtat, Marku buzëqesh: "Kam lundruar shumë, por vetëm kur u ktheva, ndjeva se isha në portin tim." Kjo është historia e Mark Gonajt, emigrantit që u kthye sërish në vendlindje.